إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhreshëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah I plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allah I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet e selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, një nga botkuptimet më të gabuara që I kanë njerëzit karshi Islamit është që kjo fe të trajtohet si robe, e cila vishet kur futemi në xhami, pastaj kur dalim prej xhamis e heqim edhe vazhdojmë jetën. Pra vazhdojmë jetën në përditshmërinë tonë, qoftë në shtëpi apo në treg apo në punë, kudo që shkojmë, me kanë nga ata të cilët e kanë hjek robën edhe kanë lënë aty afër xhamis. Pastaj kur të vinë prap me e vesh dhe në këtë formë e trajtojnë Islamin. Kjo qasje nuk ka dyshim se është e shtrembruar dhe e redukton kuptimin e fesë në vetëm në këto muret e xhamis. Dhe çka ndodh jashtë xhamis pretendojnë apo paramendojnë se nuk ka të bëjë me fen, nuk ka të bëjë me Islamin. Dhe e shohim të tillët e kanë kufizu që shtam pak më herët fen në këto aspekte, pra në momente caktuara apo kohë caktuara që ata pretendojnë se I kushtohen Islamit apo fesë në përgjithësi, e momente tjera përditshmëria e tyre nuk ka të bëjë me Islamin. Prandaj të tillët e shohim, disa prej tyre ndoshta e konsiderojnë Islamin ato momentet kur e falin namazin gjatë ditës. Të tjerë, ndoshta vetëm ditën e xumë, këtë momentin e faljes së namazit xumas, në këtë kohë domon të caktuar, pastaj dikush tjetër ndoshta në 30 ditë të Ramazanit bëhet musliman I mirë edhe e kufizon Islamin e tij në këto ditë të Ramazanit, pastaj kur del Ramazani kthehet në traditat dhe në adetet dhe punët e tij, duke e largu në praktikën e tij Islamin në përgjithësi. Prandaj, atë që duhet me pas parasysh, vëllezër të nderuar, secili prej neve është se kështu nuk duhet të kuptohet Islami. Për arsye se Islami nuk ka ardhur për me organizu momente të jetës së njeriut, po për me organizu jetën e tij prej fillimi deri në fund. Dëgjoni çfarë thot Zoti I Madhreshëm në Kur'anin famlar në lidhje me këtë në surën Al-An'am ajeti 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Përkthimi, po thot Allah I Madhreshëm, thuaj, vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime është për Allahun, Zotin e botrave. Pra, po e shohim vëllezër të nderuar në këtë ajet, nuk po I përmend Zoti I Madhreshëm vetëm ato adhurimet veçanta, ritualet, pra namazin, agjerimin, zekatin, kurbanin, por çka po? Namazim, kurbanim, pastaj jeta ime dhe vdekja ime, me një fjalë e tërë jeta, prej momentit që e kam kuptu dhe e kam pranu
Allahun e Madhreshëm për adhurues apo për krijues timin deri në vdekjen time me qenë vetëm për hir të tij, vetëm për Allahun e Madhreshëm. Pra, po e shohim që jeta e tëra duhet me qenë për Zotin e jo vetëm momente, vetëm kohë të caktuara e jeta tjetër me qenë diçka tjetër. Për arsye se Islami apo feja në përgjithësi kërkohet prej teje me qenë në rrugën e Zotit Madhreshëm në çdo rrethon edhe në çdo situatë, pavarësisht a je në punën tane, në tregti, në shitblerje, pavarësisht a je në shtëpinë tane, me familje dhe me antar tjerë në përgjithësi, pavarësisht a je me kolegët apo në momentet e gëzimit apo të vështërësisë, në çdo rrethon, në çdo situatë, në çdo vend duhesh me e manifestu dhe me reflektu për kushtimin tënd ndaj krijuesit Zotit tënd të plotfuqishëm. Vërtet, nëse kështu e kuptojmë Islamin, atëherë jemi në rrugë të duhur. Nëse jemi nga ata të tjerët, pra që i përmendëm, që e kufizojnë kuptimin Islamin në veprimet caktuara, apo në momente të caktuar të jetës së tyre, atëherë vërtet duhet të bëjmë vetit një rishqyrtim dhe përmirësim në qasjen që e kemi ndaj Islamit. Prandaj, vërtet, nëse jemi nga ata të cilët falemi, por në tregdin tonë, në shitblerje tona të cilat i realizojmë, mashtrojmë, qoftë në peshore, betohemi, bajmë be, vetëm për mi bin të tjerët se ky mall duhet blihet, pavarësisht a ka tmeta, apo e meriton, apo se meriton, pastaj ka mundësi agjerojmë, por agjerimi ynë nuk shoqërohet së bashku edhe me gjuhën tonë që mos të ofendojmë, mos shajmë, mos lëndojmë të tjerët në përgjithësi. Pastaj disa të tjerë ndoshta flasin edhe këshillojnë të tjerët për mirësitë edhe për parësitë e Islamit, mirë po e shohim në praktikën e tyre, në raport me të tjerët, janë zullumçar, nuk janë nga ata të cilët janë korrekt me të tjerët, por janë në kundërshtim me atë që e pretendojmë. Atëherë vërtet këtu e shohim këtë botë kuptim që vërtet e kemi kufizu kuptimin e Islamit në disa rituale të caktuara, në disa veprime të caktuara apo momente të caktuara, edhe pjesën tjetër të jetës tonë e kuptojmë apo e paramendojmë se aty nuk ka të bëjmë me Islamin. Por atë që duhet me ditë se cili prej neve është se vërtet në Islam apo në jetën e njeriut nuk ka moment që me thonë kjo është do thot jeta me Islam dhe pjesa tjetër e jetës është diçka tjetër që nuk ka të bëjë Islami me të. Vëllezër të nderuar, vërtet Allahu i Madhreshëm, Zoti i plotfuqishëm, kur e zbriti këtë shpallje, Kur'anin famlar, dhe e zbriti Islamin për me qenë udhërrëfyes për njerëzimin, atëherë kjo nënkupton që duhet me qenë udhërrëfyes në çdo moment dhe në çdo rrethon të jetës tane në përgjithësi. Më së miri këtë vepër apo këtë gjë e vërteton një rast kur duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me disa shokë të tij në një vend e shohin një njeri, një djalosh të ri, pra një burr duke ecur me elan dhe me energji, pra ishte nisur dikun, po dukej në mënyrën se si este një energji dhe një fuqi të madhe. Edhe disa nga sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i thanë: "O i dërguar i Zotit, e sheh ky njeri po ta kishte ta shpenzonte këtë mund, edhe këtë nisje, edhe këtë veprim të cilën po e bën, edhe u nis për dikon, po të ishte në rrugë të Zotit, po të ishte do thot në rrugë të Zotit, atëherë do të ishte më mirë." Atëherë çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Mos thuani ashtu, për arsye se vërtet nëse ky njeri, ky burr ka dalë pe shtëpisë së tij, me synimin me ju siguru fëmijëve të vet ushqim, edhe me ju siguru fëmijëve të vet nevojat elementare, atëherë kjo është në rrugë të Zotit. Nëse ky i ri apo ky burr ka dalë nga shtëpia e tij me synim që i ka prindrit gjallë, edhe për mi ushqyer dhe mi u siguru atyre jetën, atëherë kjo është në rrugë të Zotit."
Nëse ky burr ka dalë prej familjes, prej shtëpisë vet, edhe ka shku edhe ka ecë me synim për me rujt veten e tij nga fukarallako dhe nevoja për me shtrit dorën ndaj të tjerëve, atëherë ky është në rrugë të Zotit. Pra, me një fjalë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptojmë qartë, vëllezër të nderuar, se vërtet njeriu nëse është i sinqert dhe synon me arrit kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm, edhe me rujt prej harameve të Allahut të plotfuqishëm, edhe me çun vend urdhrat e Zotit të Madhërisëm, atëherë pavarësisht çfarë pune, çfarë vepre e bën ai, ajo mund të rikthehet në adhurim dhe në përkushtim ndaj Zotit të tij Allahut të plotfuqishëm. Për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, innamal a'malu binniyat. Përkthimi vërtet veprat e njeriu, pavarësisht çfarë vepre mundet me qenë ai, vlerësohet sipas qëllimit të tij, sipas synimit të tij. Çka po synon ai me atë vepër? Nëse synon të mirën edhe ruajtjen e vete nga harami dhe nga punë të këqija, atëherë vërtet ai ka shpërblim për atë mund të sën e bën. Nëse është e kundërta, atëherë ajo vepër mund të kthehet në mëkat. Pra varësisht prej synimit edhe qëllimit të sën e bën. Dhe kjo mësmiri e dëshmon edhe një rast tjetër, vëllezër të nderuar, që gjithashtu ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është shumë konkret, shumë i qartë që e kuptojmë se vërtet besimtari nëse është i sinqert në veprimet e tij, atëherë çdo punë, çdo vepër të cilën e bën ai në jetën e tij të përditshme, e bën për hir të Zotit edhe arrin shpërblimin. Shembulli është se me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fliste për sadakan dhe për veprën e mirë, edhe shpërblimin të cilën e arrin besimtari, dhe tha ndër të tjerat, tha edhe kur burri, njeriu ka raport me gruan e tij, atëra ai ka shpërblim dhe ka sadaka. Disa nga sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u çuditën edhe i thanë, o dërguar i Zotit, si mundet me ndodhë që njeri edhe në kënaqësi, edhe në shuarjen e epshit të tij mundet me pas sadaka? Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu, dëgjojeni mirë këtë dhe ta kuptoni se çfarë është për qëllimi në këtë përmbajtje në përgjithësi. Thotë, çfarë mendoni ju nëse ky burr e shuan këtë epsh në haram, a ka mëkat? Gjithsesi po, për arsye se ka bë amoralitet. Atëherë kur e kërkon edhe e shuan epshin e tij në halal, pra në martesë të mirëfill, atëherë nuk ka dyshim që ka shpërblim, për arsye se u mundu me rujt nderin e vet, edhe për këtë shkak edhe Allahu i Madhërisëm e shpërblen për atë mund edhe për atë synim të sën e ka pas në jetën e tij të përditshme. Prandaj vëllezër të nderuar, kështu duhet me e kuptu besimtari jetën e tij përditshme, edhe me e pas parasysh që vërtet çdo vepër, çdo punë të sën e bëjmë, duhet besimtari me e pas synimin, me e kry atë për hir të Zotit, dhe nëse e bën ashtu, atëherë e arrin edhe shpërblimin te Allahu i Madhërisëm, për arsye se shumë prej njerëzve fatkeqësisht ndoshta mund të themi që nuk e kanë fillimisht synimin, apo nuk e kanë domosdoshmë natyrshmërinë e keqe, mirë po janë të pavëmendshëm dhe jetojnë pa reflektim, jetojnë pa i gjyku gjërat në jetën e tyre të përditshme. Pra janë prej atyre njerëzve që i ka kaplu gafleti, janë të shkujdesur në kuptimin dhe perceptimin e jetës në përgjithësi. Prandaj edhe Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar thotë, wala takun min al-ghafilin, mos u bë prej atyre që janë të shkujdesur, që nuk e kuptojnë realitetin edhe qasjen edhe kuptimin, konceptin e kuptimit të jetës në këtë dynja, për arsye se nëse bash prej atyre, atëre vërtet shumë gjëra, shumë punë, shumë vepra të cilat i bën jetën e tënde të përditshme, nëse nuk e pastron jetën tënd, atëra ato mund të shpinë ty në harame edhe në mëkate të ndryshme pa vedijen tënde. Lutim Allahun e Madhërisëm me na bën nga ata që janë të sinqertë në njetet e tyre, në qëllimet e tyre, dhe të na jap drejtësi në punë tona dhe në vepra tona. Allahu na rregulloj zemrat tona, na pastroj nga hipokrizia dhe nga dyftyrësia. Allahu na bëj prej atyre që jetojnë me Islamin në shtëpitë e tyre, në punët e tyre dhe në çdo vend ku ndodhen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون